Kosova shkon në zgjedhje të reja. Osmani zbuloi datën e votimit. Pas gjithë asaj peripecie të madhe për të caktuar parlamentin dhe qeverinë, u pa që nuk ka mundësi tjetër veç se shpalljen e zgjedhjeve të reja. Kështu Kosova po shkon në zgjedhje të reja. Presidenta e Kosovës, Vjosa Osmani, ka vendosur që zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare të mbahen më 28 dhjetor 2025. Këtë e bëri të ditur në një konferencë për media pas konsultimit konsultativ që pati sot me partitë politike parlamentare. Ajo tha se kjo datë është më e favorshme edhe për organizimin e zgjedhjeve nga Komisioni Qendror Zgjedhor. Për shkak se sot kam shpërndar kuvendin automatikisht, data 11 janar është përjashtuar si mundësi pasi është jashtë afatave kushtetuese që do të më lejonin ta shfrytëzoja. Për sa i përket datës 4 janar, jam njoftuar që nëse zgjedhjet mbahen në janar sipas ligjit, skemi buxhet miratuar, atëherë KQZ-ja do t'i lejohet 1 të 12, pra vetëm 1 milion euro, tha ajo, raportoi Kosova Press.